Ebu Bekri radiallahu ta'ala të nëzër nuk ka pas hapësirë të mjaftueshme në Mekë Allahun madhuru, nga se ka qenë ambient shumë i ngarkuar, shumë i tensionuar. Dhe për madhuru Allahun xhallahu ala lirshëm ka vendosur me dal nga Mekja, me dal dikun në periferi, me dal në pjesa të shkëtinës dikun me shku atje, rahat se Mekja u bë shumë e tensionuar, shumë e ngarkuar. Kur ka dal, Ebu Bekri ka qenë njëri me autoritet, ka qenë një tregtar i madh. Mekja ka përfitu për ti. Po fatkeqësisht ka kuadra, ka njerëz që i duan vendit, po nuk e vlerëson vendin që duhet. Dhe ai duhet me dal, me kërku hapësira të reja për me manifestu aftësinë e tij dhe përparësitë që i ka. E ka dal Ebu Bekri nga Mekja. Duke dal, ndalët Mekës, e ka taku një nga tregtarët tjerë të mëdhenj të Mekës, nga se ky ja ka ditë vlerën. E ka pas emrin Ibnu Deghinne, një nga arabët e asaj kohe. E i ka thonë Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, ku je nis? Po dal dikun jashtë Mekës, nga se shumë tension, shumë presion, u bo situate pa përballueshme në Mekë. Është shpifje, dhunë, probleme, zhurmë, tension, njerëz të mençur, njerëz të qetë s'përballojnë ambiente të tilla. Edhe ka vendosur me dal. I ka thonë Ibnu Deghinne, nuk bën kurqysh me dalti, qysh Mekja pa ty? Ti njëri je autoritet, ti ki ndikim, ti ke zhvillu ekonomin, ti lëviz dhe qarkullan paran, ti njëri që të kena realisht imazh të mirë të Mekës. Nuk bën me dalti. Ka une po të marrë mbrojtjen teme. Ka qenë të rritë e arabëve atëre, nëse për shembull dikur që është autoritet, e ka marrë dikon mbrojtje, tjerët nuk kam pas të drejt me shqetësu. Të të eja në shpitem që aty adhura së të kërë kërkush. Qëka ka bo Bekri? E ka pranu, për përvaj nështë, mund t'jetë zgjidhje. Ka shku në shtëpinë e Ibnu Deghinnës, po shtëpia aty e ka qenë i vogël, jo sigur se shtëpia të sot. Dhe ka dal Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu më u falë në pjesën e jashtë në shtëpisë. Nësë sikur se lloj oborri, balkoni, po që njerëz tjerë kanë pas mundësi me e pa. Dhe duke u falë Ebu Bekri të ndërnë vëzër është falë me të vërtet, me përkushtim madhështor, ke lakmu kër e ke pa të u falë. Nga se vetë forma e namazit, parulje e besimtarit për Allah xhallahu ala rëmban vëmendjen, do në lëndë për shtypje maramense të kënjerë kushojnë, qërë i shpo falet, që përkushtimi atë. Por kër është namaz i përkushtuar, jo namaz i lëvizjeve, e shikimit majtas, jo kështu, kësë bënë për shtypje. Ama të bënë për shtypje gjendja e qetë e besimtarit, përkushtimi i ti, apo stabiliteti i ti, këthimi me zemër, e trup e gjitha ka Allahu te bareke ve teala kështu me radhë, dhe është falë Ebu Bekri. Por e gjatë leximit të Kuranit, Ebu Bekri ka qenë njëri, domethënë që te ai Kurani kalon gjunë, noja, thella, edhe ka qajt, ku pas ku e tu falë, vet i ka rritë lëtë. Edhe ju mbledh njerëzit, gratë, burrat, me po çka kjo namaz, çka kjo adhurim, s'kan pa kështu. E ju ka pëlqy. Veçanërisht kur e kanë pa qysh po ndikan, s'kan pa kur tu kaj dikush para Zotit. Po jo vajtim, jo britma, jo klithma, po një qajt me qetë, e këndshme, që të regon për ulljen, për kushtimin, që të regon respektin, frikën dhe Allah Gjellë Gjellalu. Kër e kam pa duke u folë shtët, kanë thonë, na qështu përdojnë më bëse që kë. Shko, a i s'ka folë, a si ka thirë, heq kur gjë, veç që është falë që është duhet. Fuqia e ndikimit të shpallë dhe salat është më rëmense të dëzëm. Asë është e natyrshme, njerëzit e dojnë qka është e Zotit. Mos me konë zhurma, mos me konë kufizime dhe pengesa, situata kështë me qenë komplet ndryshe. E po normal që vendosën pengesat. Edhe kanë fillu njerëzit me u bo musliman veç nga namazi Ebu Bekrit. Veç kërë kanë pa të u falë, u bo musliman. Kanë arë kure ishte Mekës i ka thonë ati njerit që e ka strehu Ebu Bekrit. Një kanë thonë qëra, ne e këna pranu strehimin tënë, ndaj Ebu Bekrit dhe nuk e shqetësojmë. A ma thunet falet në shpi, jo në balkon.
Çka ka gale ku falet Allah? Po jo se po ndikan. Po do më çaj dop tieni, që veç pa fol pe jo merr njerëz. Po, çaj dop tieni, çaj është e brisht, e paqëndrueshme, e vërtetë juaj sa që veç kur është një kontu fal bon se aja. Thulet falëmran ose na nuk e pranojmë tani strehimin tën. Kar i më dëgjeni konë u bëkë radiallahu anhu konë o burr. Falu me mrana se të lashën e ke bopë. Falu mrana në shtëpi, mos u fal për jashtë. Unë të kam strehu sa i pa mos u fal, që kam me kufizu, veç mos e pas komunikim me masën. Më shefu, mos dil publikisht. Ti s'bën me konë këtë pjesë, s'bën me konë këtë pse? Ja, ti rrin xhami mrana apo. Po unë jam njëri këtij vendi me dal pi xhamisë, unë jam pjesë e jetës, ja s'bën me dal apo. Ti s'më konë xhami. Më të kufizoj ku kimë nejt, ku kimë fal, ku kimë fol, sa kimë ni. Që kja, nëse sa që kjo diktatur e dhunë, që ka diktatur e dhunë? Ka onë falu mrena, ka onë e Bekër radiallahu anhu, falënderi shumë të i përstrimin që me ke bo, shumë respekt edhe mirë njës, s'kam nevoj, më në pesat nuk jam në strehimin tanë, dalë vetë të nëpëtë, edhe ka vazhdu e Bekër në Mekë me adhuru Allahun të bare këtarë. Në shikoni metodat që i kam bërë Kurejsht e Mekës, donë, o el gau fihi, bëni zhurëm, ku do që dhe pejgamberën për tetni, brahoretni, që mos njihet, mos të kuptojnë masat, që shtu Allah tha për Kurejsht, ata që kam bo, bëni zhurëm, bëni pengesa, krijani grupe njerëzësh që në gjallin dilema, bëni zhurëm, shkaktojnë kokqare tek njerëzit, që mos të kinë koncentrim me fokus me kuptu që ka Allah u pathat, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Madje edhe se njerëz kanë ndikim edhe kur i shohin, edhe atër kufizoni, mrena shtëpijave veç, mrena objektive të caktuara, jo jashtë. Prandaj këto kanë qenë përpjekjet e kota të Kurejshëve me nal pejgamberin alayhi sallam, u megjithatë e vërtetë ka ecë përpara. Është e pandalshme dhe ka vazhduar pejgamberi me misionin e tij, por kjo ka qenë një nga metodat që Kurejshët e kanë përdorur për me pengu pejgamberin alayhi sallam.